Përshëndetje, kemi këtu me parashikimin e datës 15 janar të 2026. Duket se kemi të bëjmë me një ditë të rëndësishme në plan të parë, por gjithashtu me diçka të rëndësishme që lidhet me ekonominë. Sepse jashtëkëndshja afër ditës nga përcapi në tek Saturni tek Peshqit është ndikimi dhe duke bërë ditën pozitive për marrjen e përgjegjësive të rëndësishme në marrëdhëniet tona. Marrjen e vendimeve shumë të rëndësishme, që do thotë në çështje personale, në marrje veprime të rëndësishme financiare ose për fillime të rëndësishme, favorizojnë shumë shenjat e tokës dhe shenjat e ujit, siç janë Demi, Virgjëresha, Britçapi dhe shenjat e ujit Gaforja, Akrepi dhe Peshqit të ditëlindjes të dhjetëdijçit të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kjo është një ndikim shumë i madh sepse nëse neve duam të nisim diçka ose të bëjmë diçka në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet ose kohën e rëndësishme kur ndodhin fenomenet, është diçka shumë e madhe që mund të ndikojë. Para se të fillojmë bashkëtimin e kësaj date, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkëtimin e detajuar, kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni. Pra është www.astrologo.al, pra faqja roz, dhe duke parë atje zgjidhni paketën tuaj dhe numrin për katës së blerjes dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në lidhje me paketat apo diçka të re që dëshironi juve të bëni në lidhje me takime ose në lidhje me gjërat përveç mesazhit, që të bëni subscribe. Duke bërë subscribe, pra kemi këtë butonin këtu, ja, pikërisht, është, ja, ky butoni këtu, ja, tek këtu, të gjitha, dhe këtu jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe merrni drejtpërtërdrejt përgjigje. Por për juve që doni që në kohën që ne jemi drejtpërtërdrejt me juve ose keni një moment që doni, kemi këtë butonin këtu. Ky butoni këtu do të thotë membership. Membership, pra ja ku është membership, atje pastaj bëni gjithçka juve dëshironi dhe jeni gati për të dërguar mesazhe për të marrë përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, do filloj me shenjat me radhë. Filloj me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se dashi ka marrë kohë, është në kohën më të mirë të mundshme, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit, marrjes së vendimit të rëndësishëm dhe jo vetëm sepse kur nis diçka, di dhe çfarë bën, sepse periudha e koha do që gjërat të jenë pozitive dhe jo problematike në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve, në fushën e bisedimeve dhe të kohës së rëndësishme në çështjet e dashurisë, duket se lidhjet janë bën me peshore dhe shihetar janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, duket se Demi ka një ndikim mjaft të mirë dhe pozitiv të gjërave që kanë të bëjnë ose mundësive që të jepen. Dhe Demi nga njëra anë fokusohet shumë tek ekonomia, tek ndryshimi që kanë bëjnë, sepse është një kohë mjaft e mirë, dhe është problematike, edhe më shumë e rëndësishme, sepse nis një rrugtim të ri drejt së panjohurës, ku ajo do t'i ndihmojë që të gjejnë shtigje që ato kalojnë për arsye të punës, për arsye të karrierës, dhe jo vetëm se është një moment mjaft i mirë dhe të pozitiv. Në çështjet e dashurisë duket se lidhjet që ka me Virgjëresha dhe ujor janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë binjakët. Për sa përket binjakëve të dashur, përgatituni për çështjet ekonomike financiare, përgatituni për një mision të ri, sepse do duket që të keni edhe kohën e duhur dhe momentin e duhur për zgjidhjen e problematikave të ndryshme. Është një kohë që rrezatoni, keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e juaja në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime të mëdha që keni, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, për një mirë arsye, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë për juve, është koha që juve do të diktoni, do të ndryshoni, do të vendosni
në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duket të mbarë një vëmendje të bëni me Luan. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa i përket gaforeve, megjithëse gaforet tani për tani duket se janë në lidhje me një çështje pune pozitive dhe nuk e vën dyshim, por tani për tani ka momente, për shembull momente të ndryshme, sepse ka dhe gjëra që do të ndikojnë në lidhje me takime, në lidhje me bisedime, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të udhëzuar në lidhje me ndryshimet, lidhje me vendimet, edhe kohën e duhur që gjërat do jenë në fushën e ndikimit të madh të ekonomisë dhe të stabilizimit. Megjithatë, kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj, është ajo çka ndodh, dua dhe të realizoj. Dashuria duket se ka të bëjë shumë me ujëra. Shkojmë tek shenja e radhës, që thotë shenja e luanit. Për sa përket luanëve, luanët të duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi shumë të mirë, një mundësi të artë në lidhje me zhvillime dhe ndryshime të mëdha financiare ekonomike, por njëkohësisht edhe një çështje të lënë pezull dikur, por tani vjen momenti i zgjidhjes së problematikës. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dash dhe Virgjeresh janë të bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Virgjereshës. Për sa përket shenjës së Virgjereshës, megjithëse Virgjereshat tani në këtë periudhë kanë një mundësi mjaft të mirë për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe është një moment shumë pozitiv, por gjithashtu ka indikim pozitiv në lidhje me një kontratë të rëndësishme, sepse kjo lidhet me takimet dhe bisedimet që kanë bënë, por megjithatë është koha e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet me Dash, me Akrep sidomos, është një kohë mjaft e përshtatshme për bërë zgjidhjen në lidhje me punën, në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe në bisedime të rëndësishme, është koha mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me periudha që ndodhin fenomene. Megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është momenti juaj dhe mund ta zgjidhni. Në një çështje problematike keni pasur me peshk, do ta zgjidhni pikërisht bazike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Peshorët e dashura, nëse bëhet fjalë tani në këtë periudhë ose është një moment mjaft i mirë, dhe jo vetëm kaq, por është momenti që juve të nisni diçka të re dhe në lidhje me punën, në lidhje me vendime të rëndësishme ekonomike, një moment të mjaft i vyer, mund ta shfrytëzoni për të mirë mbasdite. Dashuria duket se mendem është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Akrepit. Akrep i dashur, nëse keni mundësinë që të bëni një takim, është momenti takimeve, i bisedimeve, është momenti më i mirë i mundshëm. Jo vetëm se keni pasur probleme juve, ose diçka që nuk ka shkuar mirë, ose diçka që keni pasur më përpara, ku e prisnit për të realizuar diçka dhe gjërat nuk erdhën ashtu ku duhet, por unë do të thosha që ajo që do të ketë, ose verdikti më pozitiv, më ideal, më konkret në atë që doni të bëni, është dhe momenti i duhur mbi gjërat që doni të keni dhe çështjet që duket se e realizoni me sukses në ekonomi, mbi stabilizimet dhe ndryshimet të mëdha që do keni tani atutje, ku është koha juaj, është momenti juaj, dhe ky është një moment mjaft pozitiv, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë gjëra kanë realizuar, rregulluar në fushën e karrierës suaj dhe të punës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep duket të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetare. Për shigjetarët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, është pak e vështirë në lidhje me një fillim që do të bëni juve, por më mirë shikoni gjërat me detaje, mos u nxitoni për të arritur në fini, sepse edhe momenti, edhe koha, edhe problematikat e ndryshme që keni pasur
në anën tuaj, me qenë se shumë gjëra kanë ndodhur, shumë gjëra kanë rrezatuar, rregulluar, ndryshe bendoni, ndryshe veproni, momenti është tani për sa i përket çështjeve, sepse konkretizimi i një lidhjeje ose mundësi të arta që keni në vazhdimsi është në një kohë shumë pozitive, nuk e vënë dyshim për punën edhe ato çka juve keni dhe doni, por nëse do të themi çfarë mund të ndodhi në vazhdimsi, por kjo ditë sotme është një ditë shumë e rëndësishme, sepse zgjidhni problematikat e ndryshme, zgjidhni mundësitë e arta që keni dhe koha tregon pozitivitet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me gaforje të vara. Vijoj të shenja e radhës, që do thotë Birçapet. Për sa i përket Birçapet e lidhen shumë me ekonominë, me stabilizimin e saj, por me qenë se keni pasur disa çështje problematike në ekonomi, disa gjëra që nuk kanë qenë ashtu ku duhet, ose më saktë, ndryshe menduani, ndryshe veproni, mundoni shumë për të zgjidhur një problem që keni pasur para disa kohëve, por kjo është ajo çka keni, çka jeni, ku doni të arrini në lidhje me ekonominë, dhe gjithashtu ka diçka shumë të madhe në fushën e biznesit dhe të karrierës suaj. Megjithatë, është mundësia dhe koha e duhur për sa i përket kësaj shenje, Birçapet nuk humbasin përveç se fitojnë në ato që duan, arrin ato që kërkojnë dhe rezatojnë, megjithatë të tjerët mund të flasin sa të duan, por pak rëndësika, sepse për ju ka rëndësi ekonomia, për ju ka rëndësi ajo çka unë bëj, unë dua të shkoj. Kështu që e keni dashuria, duket se metafore është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për sa përket ujorëve do duket se është një mundësi mjaft surprizuese në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin e madh, në lidhje me disa vendime që mund të merren ose disa çështje të lëna pezulл dikur, por koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe do t'ja dilni, nuk ka vend për të shqetësuar, por të gëzuar në vërtetë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ligjiresh dhe me tem, duket të mbara pak vëmendje me dash të rishit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e peshqve. Për sa i përket shenjës së peshqve, peshqit duket se disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç duhet, por kjo periudhë duket se tani në harkun kohor mbi takimet, bisedimet, ndryshimet, peshqit dinë shumë mirë dhe duket se janë mjaft me fat për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket asaj çka jeni, ku jeni dhe çfarë doni të arrini. Informacioni që vjen tek juve ka një moment, ka një mundësi, do thosha unë, në ekonomi, sepse stabilizimi, gjërat konkrete që juve keni në anën e punës suaj, është edhe periudha kur ndodhin fenomene, sepse me ndryshimin dhe vendimin që mund merrni, ose koha e përshtatshme, përshtatshmëria los një rol shumë të rëndësishëm në këtë aspekt, sepse është një punë prej shumë kohësh, me lodhjen e vet, me vështirësi që keni pasur, por dini shumë mirë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Kështu që kjo do të thotë që është momenti i duhur mbi zhvillimet, ndryshimet, ekonomia që juve keni është një ndikim shumë i mirë dhe do më kujtoni ka diçka shumë pozitive dhe tepër perfekte në anën tuaj, në biznes dhe në karrierë. Në çështje që lidhen me disa çështje biznesi, problematik që keni pasur para disa kohëve, do të flasim për shembull në shtator-tetor. Po si dhe ka shtator-tetor 2025 me ditën e sotme, po ka shumë, sepse nga tani, nga ditë e sotme, nisin gjërat ndryshe, sepse 8-15 shënon shumë gjëra dhe ndikime shumë të mëdha që ka. Për sa përket dashurisë, lidhjet janë me vëgjeresh dhe me binjak duket të mbara. Këto ishte pak a shumë për sa përket pikërisht datës 15 janar 2026. Por nëse doni parashikime personale, pikërisht është kjo faqja këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin tek sekretaria, ja është sekretaria aty, dhe më pas flasim bashkë në Viber, WhatsAppit apo Skype. Në gjërë pula,